i kërkoj falje qytetarëve të Vështirës dhe më vjen keq, ndoshta është dashur të punojmë edhe më shumë. Natyrisht që kemi konfidencë që e kryemi sepse kemi kryer për mbi 70%, gati për 75% familjeve të Vështirës i kemi kyçur në ujësjellës në mandatin tonë. Dhe vetëm pandemia Covid ka ndikuar që të mos e përfundoj me ritmin e filluar projektin 100%, për çka i kërkoj falje qytetarëve të Vështirës dhe më vjen keq, ndoshta është dashur të punojmë edhe më shumë që të kemi ujë të pijes. Por e kemi lënë të gatshëm, përveç që i kemi furnizuar shumicën absolute të fshatrave të Vështirës me ujë të pijes, i kemi lënë të gatshëm projektin me qeverinë zvicerane për të përfunduar edhe ato fshatra që kanë mbetur. Edhe në Çiçavicë në Artakoll të përfshi shallcin e lagjet e epërme në Druar e Mihaleq, edhe Dumnitat e Stanovcin e epërm, edhe Samadregjen. Pra ka projekt të gatshëm. Jo që ka qenë projekti i gatshëm, ka qenë punë të kryera, të përfundume. Rezervuari në Bequk ka qenë i përfunduar dhe sot është i përfunduar. Rezervuari i ujit në Dumnic, te Danovet, ka qenë i gatshëm, i përfunduar. Këtë që ka është dashur të bëhet në këto 4 vjet është që të blehen pompat dhe të vendosen të mbushen këta rezervuar me ujë dhe pastaj përmes ramës. Ju e bëni në 4 vite të ardhshme. E bëjmë në 3 muaj sepse nuk ka punë më shumë se sa 3 muaj. Ky kryetar e ka prit. Pra për 3 muaj, vetëm t'ju kuptoj drejt premtimin. Për 3 muaj që mos na kapeni pastaj, nuk e kam thonë këtë në zgjedhjet e ardhshme nëse bëni këtë. Për 3 muaj gjithë Vushtrria dhe fshatrat kanë ujë. Absolutisht. Kryetari aktual ka pritur 4 vjet në mënyrë që tash në fund provoj të alçoj ujin dhe ta ketë si trofe në zgjedhje, sepse nuk ka asnjë projekt tjetër. Por çfarë ai duhet jap llogari pse nuk e ka kryer që 3 vjet. Nëse ka qenë çika që thjesht dhe nuk ka ndërtuar asnjë rezervuar 3, po thjesht po i mbush rezervuar që e kemi lënë natë gatshëm, përgjegjësia është pse nuk e kryve 3 vjet e gjys. Dhe po ashtu një projekt tjetër madhor që duhet me bë është në qytet Vështirës. Duhet me ndërhy me një master plan bashkë me KRU Mitrovicën në gypat e vjetruar në qytet, të cilët nuk po e përballojnë shtypjen edhe rrjedhimisht nuk po kanë banesat katët e larta, nuk po kanë shtypje sidomos gjatë verës.